Si që dhe e dini, në datën 11 korrik vjen Kanye West dhe na jep një koncert këtu në Kashar. Në Kashar, pasi Kanye West është një nga personazhet i cili nuk është pranuar në disa shtete të Europës për shkak të qëndrimeve të tija politike, kështu me radhë, bla 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 bla. Por Tirana ja ka hapur dyert kapak. Mirë po, ajo që më bëni mu shumë çudi është stadiumi që do ndërtohet në Kashar, i cili do mbaj 60.000 persona. Dhe ky stadium, pra ky ambient i madh do kushtoj diku te 50 milion euro, që unë personalisht e kam pak pa qartë se nga do dalin, se di se sa do paguaj shteti jon, po sa do që të paguaj shteti jon, sa do të kontribuoj shteti jon, do ishte shumë më mirë për shkak që ato lekë ti çonte diku tjetër. Përveç kësaj, imagjino për 2 muaj e gjys, po për 2 muaj po themi, do ndërtohet një stadium me kapacitet 16.000 persona, ndërkohë vetë Air Albania, i cili mban 22.000 persona, ka bo 3 vjet për të bo. Imagjino kur duan këta, e bëjnë kështu, si me magji stadiumin. Megjithatë, thash dhe një herë, nuk e di se si do paguaj, kush do ta paguaj këtë gjën. Nuk besoj se Kanye West i ka nxjerr nga xhepi këto lek, sepse ai vjen për të fituar këtu, nuk vjen për të hedh lek, se s'është aq si jemi në kuadër bamirësisë. Por unë mendoj që nëse këto lek do dalin nga shteti, gjë që unë nuk e kam konfirmuar, por nëse sadopak lek, sikur 1 milion, 2 milion euro dalin nga shteti jon, do ishte e tepërt në një kohë kur ne kemi nevojë për ca rrugë, lagje, për ca parqe, për ca shkolla të rindërtohen, të rikonstruohen ca shkolla, pra ti shërbejmë çik komunitetit, ose për shkak të vizohen ca rrugë, se mungesa e sinjalistikës qarkullim, mungesa e drejtimit në rrugë e ka kthyr Shqipërinë në një bilanc lufte nga aksidentet rrugore në këtë vit. Plot 200 persona kanë humbur jetën nga këto aksidente. Kështu që nuk e di, mu më duket një luks i tepërt, nuk e di çfarë mirë e sjell Shqipërisë, megjithatë, mu më duket luks i tepërt të na vijë një person, okay, të vi arti bardh, mund të kaloj një fundjavë pushime në jug të Shqipërisë, e kemi Shqipërinë shumë të bukur, por nëse vjen me lek që ne si nxjerrim nga xhepi, okay, mirë se të vi, ama nëse ne paguajmë për këtë, dhe nëse ne harxojmë taksat tona për këtë gjë, mua më duket luks i tepërt në këto momente. Ciao.